përgatitur për këtë gjë dhe që realisht duke sikur qëndrimi i tij ishte në një linjë me qëndrimin amerikan. Si të qoftë, e rëndësishme është që tashmë të ulen bisedohet, dialogu të ecë përpara të arrihet në një marrëveshje që është domosdoshme. Gjërat të zgjidhen me rrugë diplomatike dhe me dialog, pikërisht me marrëveshje siç kërkohet në një shoqëri të civilizuar, siç është besoj shoqëria e viteve 2020 në globin botror. Pra në këtë prizmë, ndërsa në lidhje me qëndrimet tona si Shqipëri, unë mendoj dhe them qartësisht që Shqipëria duhet të jetë hap pas hapi, pa asnjë lëkundje, së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në gjeopolitikat botrore, veçanërisht në ato rajone aq vështira, larg nesh, ku ne as kemi interesa specifike dhe as mund të kemi influenca, absolutisht ne duhet të ndjekim hap pas hapi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky do të jetë orientimi kryesor i politikës sonë të jashtme për ngjarjet gjeopolitike në tërësi. Ne duhet të jemi aktiv në zgjidhjen e problemeve, në solucionet, në opsionet që t'i japim në rajonin tonë. Duhet të mirë të mbrojmë interesat tona si Shqipëri dhe si shqiptarë, të shtyjmë integrimin evropian, të luftojmë krimin, korrupsionin, trafiqet, drogën, për t'i dhënë një të ardhme sa më të qetë dhe sa më të qartë europiane e rajonit tonë dhe Shqipërisë. Këtu duhet të jetë fokusuar politika jonë për të qenë aktive. Ndërsa në zona të tilla të komplikuara, shumë larg nesh, ku nuk ekzistojnë realisht interesat tona specifike dhe as mundësira për të interferuar, ne duhet të ndjekim në mënyrë të qartë, hap pas hapi, politikat amerikane gjeopolitike. Sigurisht duhet të presim dhe të shohim se çfarë qëndrimi do mbajnë dhe qeveria shqiptare, por duke qëndruar tek lindja mesme, zoti Shehu, apo përballet bota me rrezikun e një lufte më të zgjeruar pra në lindjen e mesme aktualisht me sulmin izraelit ndaj Iranit dhe deklaratat